hijabin, lexoj, meditoj rreth islamit, them elhamdulillah për këtë, por asnjëherë nuk jam e kënaqur prej vetes, me kaq disi nuk mund të ratohem sikur kërkoj diçka më shumë se kaq prej vetes. Allahu e din më së miri. Një koment hoxh rreth kësaj? Kjo pyetje është pak komplekse, sidoqoftë unë do të mundohem të flas në dy aspekte. Nëse është për qëllim që njeriu apo kjo vajzë nuk është e kënaqur me veten në kuptimin e suksesit dhe arritjes në këtë botë, atëherë kjo në një aspekt është pozitive, për arsye se njeriu ambicioz nuk duhet me qenë i kënaqur me rezultatin e tij asnjëherë. Vetkënaqësia është ajo qasja më negative për njeriu që ka mundësi që ai të mos arrijë sukses në përditshmërinë e tij. Prandaj them në një aspekt kjo është pozitive nëse është në kuptimin e arritjes së sukseseve në këtë jetë, që ai mos të kënaqet nëse ka arritur një sukses deri diku, mos të jetë i kënaqur me të, duke synu atë që është edhe më e lartë se ajo. Për arsye se madje më kujtohet si kam lexuar edhe diku se njeriu, aftësitë e njeriu janë të jashtëzakonshme dhe ajo çfarë mund të arrijë si rezultat i mendjes së tij, rezultat i aktivitetit të tij, nëse llogaritet në përgjithësi në përqindje rreth asaj se çfarë bëjnë njerëzit dhe çfarë kanë mundësi ata të arrijnë, atëherë thuhet sipas disa studimeve se përqindja e mundit dhe përdorimit të mendjes tek ata është një përqindje shumë e ulët nga mundësia se çfarë ata mund të arrijnë dhe të realizojnë. Prandaj nëse është do thot nga ky aspekt, atëherë them se deri diku kjo është shumë pozitive, për arsye se ka mundësi që kjo moskënaqësi me veten e tij që ai do thotë të arrijë suksese edhe më të mëdha. Mirë, po nëse është ajo aspekti tjetër që është pak më kompleksiv, mund të jetë rrethana që të jemi pak më të hapur, se me të vërtet një muslimane e cila është e mbuluar në këtë shoqërinë tonë kosovare apo në përgjithësi do thotë në rajon, vërtet arritja e ndonjë suksesi është pak para vetes ka me të vërtet shumë pengesa. Prandaj mund t'i krijoj asaj do thotë këto pengesa t'i krijoj një lloj mërzie, një lloj mos kënaqësie me veten e tij, sepse ajo gjendje i krijon asaj do thotë që mos të arrijë të depërtojë në disa shoqëri apo të depërtojë në disa vende apo në disa rrethana për të cilat ndoshta gjendja e tij do thotë me mbulesë apo gjendja e tij si praktikuese e islamit, për arsye se asaj nuk i lejohet pirja e alkoolit, nuk i lejohet do thotë prezantimin në vende publike ku kryhen apo mëkatet janë shumë të përhapura e kështu me radhë. Këto nuk ka dyshim që në një shoqëri të tillë në të cilën neve jetojmë mund të na krijojë shumë pengesa për të realizuar ndoshta edhe disa synime që ndërlidhen me profesionin e tij, me jetën e tij, me shkollimin e tij e kështu me radhë. Nëse është kjo, atëherë themi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë me një hadith, nuk ka asnjë njeri i cili e lën një send për hir të Zotit, do thotë një gjë të keqe, një haram për hir të Zotit, e Allahu mos ja kompenzoj atë me diçka shumë më të mirë se ajo që ka lënë. Prandaj duhet niset nga ky fakt, pastaj gjithashtu edhe nga fakti se me të vërtetë besimtari për të realizuar apo për të qenë nga ata të cilët do ta arrijnë xhenetin nesër pas ringjalljes, vërtet për të nevojit sakrificë. Prandaj pjesë e sakrificës është edhe kjo që ai ndoshta do të privohet në një kënaqësi e kësaj jete apo ndonjë realizim konkret, megjithatë ai duhet të duroj edhe të synoj do thotë arritjen e suksesit brenda kornizave apo brenda rregullave që i ka parapa Islami, dhe nëse njeriu ka sabër dhe ka elan dhe ka energji që t'ju bëj ball disa sprovave me cilat ballafaqohet edhe ka synim që ta çojë në vend fjalën e Zotit të Madhërisht, atëherë nuk ka dyshim që këto me kalimin e kohës do të hapen, edhe siç e përmenda hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu xhalla wala do t'i hap atij rrugë tjera, do t'i kompenzoj atij me forma tjera ato gjëra të cilat i ka lënë vetëm për hir të Zotit. Zoti i më së miri. Hoxh, ne kemi edhe pyetje të tjera, por koha është e kufizuar, kështu që pyetje tjera ne do t'i lejmë javën e ardhshme që të jenë prej të parave që do t'u përgjigjem.